Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë komunikim të sotëm me mediat. Jemi me trajnerin Silvinjo, trajnerin e Kontares, i cili sot do të shpall edhe listën e lojtarëve që do të jenë të ftuar për fazën përgatitore të Europianit, ndërkohë që lista zyrtare sigurisht do të dalë në datë 7 qershor, që është edhe afati i UEFA-s. Fillimisht trajneri do thotë 2 fjalë. Më pas ne do të publikojmë listën dhe më tej do të vazhdojmë me pyetje përgjigje. Mister, sì. Brava Ciuna, avanti. Prima di tutto ragazzi volevo dire che veramente è un orgoglio di essere l'allenatore della nazionale albanese e poter andare all'Europeo 2024. Riguarda tanto a me quanto al mio staff. Dammi un minuto per cortesia. Vorrei ringraziare a tutti gli uomini che fino qui hanno fatto un percorso con tutti noi. Il mio rispetto va a tutti loro. La nostra scelta è basata su molto studio, analisi, caratteristiche individuali e collettive di ogni calciatore e anche del scenario che incontreremo nella competizione. È responsabilità dell'allenatore scegliere il calciatore e purtroppo io non posso portare tutti. Ho cercato di fare il mio meglio e ho dedicato tutti i miei sforzi per fare meglio per questa squadra. Noi andiamo a giocare per 3 milioni di albanesi che vivono qua e più di 10 milioni che vivono nel mondo. E questa è la lista. Para se gjithësh, dua të them që jam shumë krenar që kemi ardhur në këtë moment dhe do të shkojmë me kombëtarin shqiptar të luajmë në finalet europiane 2024. Trajneri dhe stafi teknik sigurisht ka një falënderim të veçantë për të gjithë ata djem, gjithë futbollistët të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në këtë rrugtim që bën të mundur dhe kualifikimin dhe kanë qenë pjesë e skuadrës kombëtare në kualifikuese, sigurisht një mirënjohje dhe respekt i madh për gjithë lojtarët pa asnjë diskutim. Sigurisht zgjedhjet e stafit teknik për këtë Europian janë bazuar mbi një proces të gjatë studimi, analizash, duke vlerësuar karakteristikat e çdo lojtari, çdo individi, por edhe duke pasur parasysh karakteristikat që ka specifikat që ka ky kompeticion, si e trajnerit për të bërë zgjedhjet e tij dhe normalisht që është e pamundur që të kemi në dispozicion të gjithë lojtarët, por trajneri thekson se është përpjekur të bëjë më të mirën dhe mendon se ka marrë lojtarët më të mirë në këtë moment. Është e rëndësishme të thuhet që ne nuk luajmë thjesht për 3 milion shqiptarë që jetojnë aktualisht në Shqipëri, por luajmë edhe për gati 10 milion apo mbi 10 milion shqiptarë që jetojnë në të. Atëherë, unë juftoj të ndjekim një video me listën e lojtarëve të ftuar nga trajneri dhe më pas do të vijojmë me pyetje përgjigje.
Okej, kjo ishte edhe lista, ndërkohë ju e keni përpara të plot. Unë do t'ju lutesha të bëni gjithë nga një pyetje sepse jemi vërtet shumë sot, kështu që nuk do kemi mundësi për të pasur ai shumë kohë. E fillojmë me Todhen. Mister, sa e vështirë ka qenë të bësh listën edhe pse jeni konfuzuar prapë në numrin, ju vazhdoni të qëndroni ides që është më mirë të stërvisesh pak se sa një numër të madh, apo jo? Sì. Forse due domande, il senso, risposta sì, è stata dura, io ho detto a principio, purtroppo non posso prendere tutti i calciatori, ma sono allenatore, devo prendere 27. È vero che se la UEFA ti permette andare con 30-35, ma io non ci credo, in 35-40, io non ci credo, non è mica facile da gestire e da allenarsi anche, ma ognuno ha sua scelta. Ma quanto riguarda veramente da portare questa gente, questi calciatori, questi uomini qui, è stata veramente difficile. Come anche l'ho detto, quello è il risultato di sforzo, di analisi, caratteristiche dei calciatori, individuali, collettiva. E il scenario che andiamo a vedere il girone in la competizione è completamente diverso. Qualificazione dell'Europeo sono 8 gare, 10 mesi. Adesso tutti vanno lì per fare 3 a principio, ma in 15 giorni. Dopo chi prende i punti va in avanti. È tutto molto diverso. È una competizione molto diversa, anche per quello è stato molto difficile per noi scegliere questi 27 uomini. Sigurisht ka qenë shumë e vështirë për ne të zgjidhim këto lojtarë, pra 27 lojtarë, dhe për këtë arsye trajneri tha që fillim që për fat keq është e pamundur që të marrin gjithë lojtarët me veten në Gjermani. Sigurisht UEFA të lejon që në këtë fazë të marrësh shumë më tepër, të marrësh 30-35 lojtarë, por trajneri thekson se nuk beson pra që një grup kaq i madh lojtarësh mund të menaxhohet mirë dhe mund stërvitet mirë. Është një situatë goxha e vështirë, ka qenë një sforco e madhe dhe sigurisht siç e theksoi trajneri, zgjedhjet janë bazuar në analizat që janë bërë në studimet, taktikat, karakteristikat e çdo lojtari, karakteristikat e grupit. Por duhet kemi parasysh që Euro është diçka, pra finalet europiane janë diçka krejt një specifik krejt tjetër, krahasuar me kualifikueset, ku në 10 muaj po themi Shqipëria ose kombëtarja luan 8 ndeshje, ndërkohë që në këtë turne ne shkojmë për të bërë po themi 3 ndeshje brenda rreth 15 ditësh, dhe sigurisht pastaj nëse merr pikë mund të vazhdosh përpara, por pra është një specifik krejt ndryshe dhe zgjedhjet janë bazuar në këtë kontekst. Ç'është tjetër? Mister, nuk mund mos themi që në një farë mënyrë jemi edhe pak të surprizuar nga disa zgjedhje. Qoftë ne si gazetar, po natyrisht edhe opinioni publik. Ndeshjet e marsit kanë përshtypjen për opinionin publik sportiv kanë qenë një lloj kurthi, duke marrë në konsiderat faktin që ka pasur një grumbullim të konsiderueshëm të sulmuesve, ndërkohë që shohim një tkurrje të repartit ofensiv në listën që keni publikuar sot. E para, pse kjo zgjedhje, dhe e dyta, brenda njëjtës logjik, a keni një shqetësim të vogël për një, le të themi, ndikim të këtyre zgjedhjeve të forta të tipit, për shembull, lënia jashtë e Uzunit, e Cikalleshit, a ju frikson pak, në thonjza, ndonjë prishje mundshme e humorit brenda skuadrës në lidhje me këto zgjedhje? So mos në fazën ofensive, cilat janë realisht janë të forta. Adesso è più facile, se no si diventa, chiedo scusa. Allora, siamo un po' sorpresi perché forse a marzo, le partite di marzo, amichevoli di marzo, voi avete preso tanti giocatori nella fase offensiva, mentre adesso ci sono un po' di meno giocatori offensivi, diciamo, in attacco. Come mai questa scelta? E il secondo è si è preoccupato del fatto,
non ci sono per esempio Zuni e Cicalesci, due giocatori importanti, sotto un po' un disagio, ci sarà un po' di malumore diciamo nello spogliatoio, nel gruppo, come mancano certi giocatori. Guarda, quanto riguarda la prima domanda, il lavoro di una nazionale è diverso di un club. Noi abbiamo avuto 2 amichevoli a marzo, tanti calciatori che hanno fatto un percorso corto da noi, ma in potenziale. La nazionale è sempre aperta, ci sarà aperta sempre a tutti i calciatori. Se arriva uno con 17 anni, forte, entra, aperta. Quello è il lavoro di una nazionale. E noi lì, all'amichevoli, abbiamo provato 2 o 3 calciatori, da noi, da rosa, perché il calciatore si conosce bene, ma da noi. È il poco tempo che abbiamo per fare un esperimento con 2, 3, 4 calciatori. L'ho detto che sono competizioni diverse, non è la stessa cosa 10 mesi, 8 gare, qualificazione, che 30 giorni, 15 giorni, 3 gare. È molto diverso. Sono assolutamente convinto che lo spogliatoio, la rosa, è 100% e loro vanno avanti. Ripeto una cosa, è sempre triste, non è mica facile per me fare la scelta, mi dispiace, io non posso portare tutti. Ringrazio a tutti gli uomini che hanno fatto da noi un percorso importante, ma io non posso portare 35 calciatori, devo portare 26, abbiamo 27, ma posso portare 26 fino al 7 giugno, che devo fare una lista ufficiale, ma quanto la rosa tranquillamente, loro capiscono. Io sono un ex calciatore, io ho giocato, sono stato in panchina, io sono andato in tribuna, anche io ho praticamente smesso un contratto, io sono andato via perché ho detto alla società basta per te, basta. Poi tutti i calciatori sanno di questo, purtroppo mica facile, ma noi abbiamo fatto una scelta per affrontare un europeo e un girone molto difficile. Pra ne kemi bërë një zgjedhje për të përballur me sukses një fazë finale europiane dhe një grup shumë të vështirë. Sigurisht puna me një kombëtar është shkret ndryshe nga puna që bëhet me klubet. Ne patëm 2 miqësore në muajin mars ku u dha mundësi disa lojtarëve që nuk i kishim parë dot në ndeshjet e mëparshme të provonin pra në këto 2 ndeshje. Por sigurisht dera e kombëtares është gjithmonë e hapur për gjithë lojtarët në çdo moment, pra mund të jesh edhe 27 vjeç dhe papritur të jeni ftesë, je në formë dhe në ftesë nga kombëtarja dhe mund të luash në çdo moment. Në miqësore bëm disa testime, provuam disa lojtarë që donim t'i shikonim, por sigurisht nuk kemi shumë kohë për të bërë eksperimente. Theksojmë edhe një herë që finalet europianet janë diçka krejt tjetër, specifik krejt tjetër, ndryshe nga kualifikuesit që zgjasin për 10 muaj. Në finalet europianit në 15 ditë luhet gjithçka, por jam i bindur që grupi është 100%, grupi lojtarëve që kemi ftuar është 100% i qetë dhe atmosferën e dur dhe është i gatshëm për shkuar përpara në këtë rrugtim. Zgjedhja e trajnerit, zgjedhja ime pra është e vështirë, por duhet i falenderoj të gjithë lojtarët. E kam pamundur të marr 35 lojtarë apo më shumë, sepse në fund fare sipas rregullit UEFA-s ne do të shkojmë në Europian, pra në datë 7 qershor dhe lista me 26 lojtarë, por gjithsesi jam i bindur që grupi lojtarëve është goxha në formë të mirë. Është i qetë, unë kam qenë vetë futbollist, e di shumë mirë se çdo thot për një lojtar të rish, kam provuar të rridhen stol, shkoj edhe në tribunë, kemi pranuar zgjedhjet e trajnerit, nuk është e lehtë, por lojtarët janë të ndërgjegjshëm për këtë fakt. Mister, shohim që në listë kemi një debutues me Don Berisha, kapiteni 21 vjeçarëve për herë të parë, grumbullohet me skuadrën dhe është kandidat për të qenë pjesë e listës zyrtare të 7 qershorit. Ndërkohë shohim dhe Amir Abrashin që rikthehet pjesë e skuadrës kuqezi pas një mungese të konsiderueshme, do të thoja. Ndërkohë jashtë listës është Kedi Bare, po ashtu dhe Myrto Uzuni, po e klasifikoj tek lojtarët e mesit fushës. Çfarë do të presim nga 2 lojtarë, një debutues dhe një lojtar me eksperiencë, ndonë se ka munguar për një kohë të konsiderueshme dhe mungesa Uzunit, pse kjo zgjedhje nga në juaj? Ho capito tutto. Solo per il nome, la sequenza era semplice. Giusto. Abbiamo anche un giocatore
bravo. E poi lì vediamo che non ci sono anche Bare e Uzuni che mancano. Cosa ci aspettiamo da questi giocatori, cioè da Berisha, un debuttante, un giovane giocatore, e da Abrashi, un giocatore di esperienza, e come mai, se c'è un commento da parte vostra per il fatto che sono fuori Bare e Uzuni? No, io ho capito tutto, anche lei ha capito quella sequenza quando fa un paragone fra Medon, Berisha e Abrash. Io preferisco sempre, ragazzi, pur rispetto a tutti, parlare sempre del calciatore che sono lì. Non è stata una scelta facile per me e per tutti gli allenatori. Io ho sentito tanti, oggi mattina sentiva un po' la convocazione di Spagna, tutti gli allenatori in difficoltà, tutti in difficoltà nel senso loro hanno 35-40 calciatori, non so, è una roba loro, Noi abbiamo 30, da portare 27, non è mica facile per me e per tutti gli altri. Io preferisco parlare sempre dei calciatori che sono dentro. Abrash è un calciatore che ha fatto 2016 l'Europeo. L'unico centrocampista nostro che ha fatto l'Europeo e ci porta l'esperienza, ci porta la grinta, ci porta lo spirito e l'anima che questa squadra c'è, gli ha bisogno sempre. Medon Berisha è giovane, un calciatore che da un anno che siamo indietro da vedere lui con l'Under 21, da tanto è un calciatore che secondo noi già o dopo risponde sempre il calciatore. Come Mario Mitai ci arriva un momento, è da noi, bellissimo lavoro sta facendo la federata con l'Under 21, poi è un calciatore che da noi, degli staff, da me, è praticamente pronto, deve venire da noi e già avere questa esperienza e sono assolutamente sicuro che Abrash è quello che anche le va a dare tanto dell'esperienza a questo calciatore. Sa i përket Berishës dhe Abrashit, në fakt trajneri preferon gjithmonë që të flasë për lojtarët që ka ftuar, për lojtarët që ka në grumbullim dhe të mos flasi shumë për ato që nuk janë këtu dhe kërkon mirëkuptimin tuaj, por sigurisht që nuk është e lehtë. Pam konferencën e Spanjës sot, sigurisht Spanja bëri zgjedhje veta, një listë shumë e madhe, 35-40 lojtarë, por e vura re dhe trajnerin e Spanjës që ishte sigurisht nuk është e lehtë për asnjë nga ne dhe kjo është diçka krejt normale. Abrashi është një lojtar me shumë eksperiencë, ju e njihni mirë, është nga aktualisht në këtë listë është mesfushori vetëm që ka luajtur në finalet e Europianit 2016, por karakteristikat që ka, grintën që ka, përfaqëson më së miri shpirtin e kësaj skuadre të kombëtares shqiptare, plus edhe eksperiencë shumë e madhe. Ndërsa Medon Berisha është një lojtar i ri, i cilin stafi e ndjek prej shumë kohësh, ka qenë me kombëtaren U21, lojtar shumë i talentuar. Dhe me këtë rast vlerësojmë edhe punën që është bërë nga kombëtarja U21, siç kishim rastin e Mitajt, i cili erdhi, ju dha mundësia dhe tregoi që e meritonte atë vend. Edhe Berisha duhet t'japi përgjigjet e tij në fushën lojës, patjetër është lojtar shumë i talentuar, por mund edhe ai të marrë shansin e tij dhe mendojmë që Berisha është një lojtar që mund të jetë gati për kombëtaren e madhe patjetër. Mister, natyrisht ne përfaqësojmë këtu dhe ata 10 milion shqiptarë që do donin sot ishin këtu në sallë për t'ju bërë juve një pyetje. Sepse të kalojmë ke emrat, unë jam dakord shumë me arsyetimin tuaj dhe askush nga ne nuk mund gjykoj juve se ju përpiqeni të merrni më të mirët për të nderuar Shqipërinë dhe veten tuaj. Mirë, po ka disa gjëra që nuk shkojnë te kjo listë, dhe këtë nuk e them unë, po e thon dhe gjithë kolegët tu dhe gjithë ato 10 milion shqiptar jashtë. Sepse mungon Cikaleshi, mungon Uzuni, mungon Kejdi Bare, mungon Alen Sheri, që në respekt të kampionatit shqiptar, që përfaqëson që Shqipëria ka një kampionat shqiptar që shkon atje, Alen Sheri duke fituar dhe kupën dhe kampionatin, do t'ishte patjetër aty i ftuar. Ju e pat vetë një shpëtim alla Neuer që bërje i në një rast që pati me Partizanin. Pra, a është kjo listë definitive dhe pse keni marrë 27, për shkak, pse nuk keni marrë 26 që në fillim? Faleminderit, mister.
E questa è una lista definitiva perché 27 e no 26 e poi lui ha detto qualcosa di cioè noi tutti come 10 milioni di albanesi che ci seguono che vogliono fare delle domande, ma credo che c'è qualcosa che non va, forse pensa lui in questa lista perché mancano giocatori come Cicalesci, come Zucchi, come Basta, manca anche un giocatore forse come Sherry, il portiere delle Gnate che ha vinto il campionato, ha vinto anche la Coppa con le Gnate e forse in merito, cioè dando il merito al campionato albanese, lui meritava di essere qui, se l'avete visto anche ieri, ha fatto una buona partita, ha giocato molto bene, non ha dato un chance anche a lui. Ma guarda, la risposta l'ho dato, io volevo portare 35, è vero che c'è calciatori che meritano esserci qui, ma io non posso portare, la UEFA mi dice 26, faccio qualcun cambiamento e qualcuno di là anche meritano andare là, è la vita, mica facile da fare, come l'ho detto, noi abbiamo studiato il calciatore a livello individuale, collettivo, caratteristica, l'avversario, il scenario che andiamo a trovare nell'europeo, mica semplice, mica facile, poi in base a tutto quello abbiamo scelto quello lì, ma certamente noi abbiamo 7, 8, 10 calciatori in più in grado anche di entrare. In questo momento abbiamo fatto questa scelta, ma come l'ho detto, noi dobbiamo portare 26, abbiamo 27, e dopo la definitiva vediamo, ancora abbiamo 15 giorni di allenamento, di meno anche per fare la lista che il 7 sera dopo il secondo amichevole. Mi dispiace, come l'ho detto, per tanti calciatori, noi siamo tutti allenatori in difficoltà, vogliamo portare tanti, ma per la regola sono 26, purtroppo è così, e noi abbiamo la fiducia in questo 27 che abbiamo lì. Pra ne kemi besim të ky grup për 27 lojtarë që kemi zgjedhur. Sigurisht unë përgjigjen paka shumë e dhash, do doja të kisha edhe 35 lojtarë, por faktikisht është e pamundur, patjetër që ka lojtarë që e meritojnë përteksa emrash, ka lojtarë që e meritojnë të jenë kombëtarë, lojtarë shumë të mirë, të cilët ne i njohim, kemi vëzhguar, por UEFA ka një rregull që thotë ti mund marrësh deri në 26 lojtarë. Kjo është jeta, nuk është as pak e lehtë për mua si trajner të bëj këto zgjidhje, por kjo është detyra ime. Ne kemi studiuar sigurisht lojtarët në detaje në gjithë të kohë, kemi studiuar edhe rivalet dhe zgjedhjet janë bërë pikërisht në bazë të kësaj pune, të kësaj analize. Dhe prandaj ne dolëm me këto zgjedhje. Sigurisht mund të ketë 7, 8, 10 lojtarë që meritojnë realisht, që janë jashtë liste, por që meritojnë të jenë, por në fundit ne duhet bëjmë zgjedhje, duhet kemi vendosur të shkojmë me 27 lojtarë, kemi 15 ditë gati stërvitje, deri në ndeshjen e parë, kemi edhe ndeshjet miqësore, ku do të provojmë sigurisht shumë lojtarë, jam i keqardhur patjetër që mungojnë disa emra, por kjo është detyra e një trajneri. Përshëndetje, mister. Shohim që është Armando Broja dhe për te i gjithë kualitetit që disponon ai. A kanë patur rëndësi në zgjedhjen tuaj fakti që nuk ka luajtur fare me ekipin e tij dhe në aq pak sa mundet ta shohësh, sepse prezencat e Brojës me ju kanë qenë pothuajse me pikatore. Në kaq pak kohë, kaq i madh është kualiteti i këtij lojtari sa për të lënë nisi Uzuni jashtë? Cosa ne pensa di questo fatto? Cioè voi l'avete visto solo un po' con l'amichevole, l'avete avuto a marzo, quindi avete tempo di guardarlo per tanto tempo, diciamo. E poi il fatto che cioè, forse lui è migliore di Uzuni, per esempio, in questo momento, cioè prendere lui lasciando fuori Uzuni, cosa ne pensa di questa scelta? Io forse anche ho dimenticato un po' di dire un po' di criterio a principio.
calciatori che non sono 100% noi non abbiamo preso in considerazione, è solo fare un po', retrocedere ai 2 o 3 settimane fa, l'ultimo, e calciatori che non è in grado, posso dire uno qua, che anche ho sentito, ho parlato, tutti loro, che non erano 100%, io ho sentito, ho parlato, di Stessina, tutti gli altri, ma questo è interno. Uno che era qua, non ho sentito nessuno da voi, ma Mucciolo è un calciatore che ho sentito lui, volevo anche portare. Dopo, non so, 28, non lo so, lascia stare, ma è un calciatore che ha fatto un grado 2 e purtroppo non ci arriva. Quello è un criterio, dico uno, ma io ho sentito 3-4 calciatori, il calciatore che non è 100% purtroppo abbiamo deciso di non portare. Quanto riguarda Broja, Broja è un attaccante che sappiamo tutti noi, voi molto meglio da me, perché ha visto lui molto di più da me, è un calciatore veloce, un calciatore che c'è uno contro uno, molto forte. Si è recuperato tutti e due, anche lui, il Ray Manai, di un infortunio importante tutti e due. E è un rientrato Manai di più, buono, tutti e due già da 6 mesi, di più, è un rientrato tutti e due. Sono calciatori che ci possono dare tanto al campo, stanno facendo benissimo. Noi come criterio, adesso un'altra volta criterio, non possiamo prendere o lasciarci di prendere un calciatore perché gioca o non gioca. Quello da marzo abbiamo iniziato. Abbiamo calciatori che non giocano ma da noi sta facendo bene. Noi non abbiamo scelta da dire se un calciatore con la squadra non gioca da noi non viene, noi non possiamo dire questo qua. Noi siamo aperti, se il calciatore da noi fa bene, viene. È un po' il criterio che noi abbiamo, poi quello per noi come staff non serve, senso se lui non gioca da voi non viene, no, viene sì, noi abbiamo, capiamo che il calciatore da noi possa fare bene, viene, io un calciatore sì, come l'ho detto, che puoi fare qualcosa molto diversa per noi. Pra, për ne si staf, fakti që një lojtar mund të luajë ose ndoshta edhe s'luan shumë me klubin, nuk është kriter madhor, sepse ka lojtarë që ndoshta me klubin nuk kanë luajtur shumë ose kanë luajtur pak, por kur kanë ardhur me kombëtare kanë dhënë maksimumin dhe kanë bërë shumë mirë. Për ta theksuar një nga kriteret që ka përdorur trajneri në princip për këtë listë, për këtë zgjedhje është fakti që lojtarët që do të vinë në kombëtare do të jenë 100% gati, si fizikisht, si psikologjikisht. Dhe kjo është marrë në konsiderat, për shembull, është një lojtar që ju nuk e përmendet, por është Muçolli, i cilin unë do doja ta kisha. Kam folur me atë, ka pasur një dëmtim, kam folur edhe me doktorin, dhe nuk kishte gati dhe prandaj nuk e mora dot, nuk është në këtë grumbull. Me njëjta gjë edhe me disa lojtarë të tjerë, kam folur edhe me 3-4 lojtarë të tjerë, cilët ndoshta nuk janë gati fizikisht dhe për këtë arsye nuk janë edhe pjesë e listës. Ndërsa sa i përket Brojës, sigurisht është lojtar që të gjithë e njohin mirë, është lojtar shumë i shpejt, shumë i fortë në situatat 1-1 me mbrojtësin. Për fat mirë është rekuperuar prej më shumë se 6 muajsh dhe në aspektin fizik është në gjendje optimale, ashtu si edhe Manaj, i cili ka kaluar me kohë një dëmtim të rëndë që ka pasur. Dhe tani është në gjendje në formë shumë të mirë dhe luajnë me klubet. Janë 2 lojtarë që mund na japin shumë në fushën e lojës. Pra e theksojmë, ndonjëherë në rastin e Shqipërisë ka lojtarë që ndoshta nuk luajnë me klubet, aq sa duhet apo luajnë pak, por kur kanë ardhur me ekipin, kanë dhënë maksimumin dhe kanë bërë shumë mirë. Kështu që në rastin ton nuk është e thënë të qëndrojë si kriter fakti që nuk luan rregullisht me klubin. Mister, në lidhje me listën janë 27 vet. Thjesht për kuriozitet, për zgjedhje teknike nuk futëm se folën kolegët. Nga këto 27, ju do deklaroni në UEFA 26 vet, paktën në 7 qershor sipas rregullit. Nga këto 20, ai që do të largohet do të jetë pjesë e kësaj liste apo mund të futet dikush outsider nga jashtë? Dhe
në këtë 27 që ka vetëm një duel me Simonit dhe Kastratit për portën, apo mund të largohet edhe dikush tjetër? Një tek që mbetet. C'è una lista di 27 giocatori, ma che a 7 giugno ci saranno 26 secondo il regolamento della UEFA. Ci può stare che ci può essere che vada via un giocatore e viene un altro, ci può essere un cambiamento del genere, o puoi solo togliere solo un nome, o puoi mettere qualcuno che non c'è adesso in questa lista, qualcuno che viene da fuori. E la seconda domanda forse c'è anche un duello, diciamo, di Simoni e di Castrati riguardo i portieri, uno di loro può andare fuori, no? C'è questa situazione, un duello tra di loro. La seconda ho capito, la prima, secondo il regolamento UEFA, se qualcuno di questi calciatori cioè qualcuno di loro si infortuna in questo momento, questa settimana di allenamento, noi possiamo fare il cambiamento no, è dopo il 7 possiamo fare il cambiamento di uno. Soltanto se sarà infortunato? Dopo 7, solo infortunato. Sì, ma dopo il 7, la lista ufficiale, noi possiamo fare un calciatore cambiare. In questo momento no, se c'è qualcosa noi possiamo fare il cambiamento senza problema. Se qualcuno fa, magari, no ragazzi, noi da tutti, si può fare cambiamento. In quanto riguarda la seconda, sì, Simone è un altro calciatore molto vicino a Medon Berisha, siamo indietro da lui già da tempo, è un calciatore che c'è tutto da fare un percorso in la federata da tanti anni, ma dopo sempre risponde il calciatore. E vediamo il 7 come siamo. Se andiamo in 4 portieri, andiamo in 3, quella è una roba che dobbiamo decidere nel futuro. 7, dopo l'amichevoli. Pra UEFA ka sipas rregullave të UEFA-s, nëse një lojtar mund të dëmtohet pas datës 7 qershor, ke të drejtë të bësh vetëm një ndryshim, ndërsa për pjesën e ditëve në vazhdim mund të ketë patjetër nëse ndodh në dëmtim mund të bëjë ndryshim. Vetëm nëse në dëmtim. Nga kjo 27. Mund të fusi një outsider që dhe nuk është shkënduar nga 7 kategoria. Cioè che tu puoi prendere il 7 di giugno un giocatore che non è in questa lista, ci può essere qualche cambiamento del genere, che tu puoi mettere dentro un giocatore che non è attualmente in questa lista. Ci può stare? Sì, se qualcun calciatore ha un problema possiamo fare cambiamento, certamente. Se një futbollist ka probleme fizike, patjetër që edhe mund të ketë surprizën dhe mund të ketë ndryshime. Ndërsa sa i përket Simonit, është një lojtar i ri, njësoj si Medon Berisha, cilin e ndjekim prej kohësh, ka bërë një rrugtim shumë bukur me ekipet kombëtare të moshave, por sigurisht do të japi përgjigjet e tij në fushën e lojës dhe me datë 7 qershor, po them do të vendosim nëse do jemi me 3 apo me 4 lojtarë në finalet e Euros. Mister, nëse do flasim për emrat që janë brenda, si që kishit edhe dëshirë, shohim që keni shtuar forcat në mbrojtje duke marrë 5 qendërmbrojtës, 2 mesfushor me aftësi shkatruese, si Gjasula dhe Abrashi. Pyetja ime është, mos ndoshta jeni friksuar pak nga analiza që keni bërë ndaj kundërshtarit, dhe pika tjetër është, çfarë pengon rinovimin tuaj pasi presidenti Duka shprehur që ju ka ofruar një rinovim 2 vjeçar të kontratës? Questo vuol dire che ha paura, per esempio, di rivali, di Italia, di Spagna, di Croazia, di rivali del gruppo. Per questo avete preso tanti giocatori che hanno caratteristiche difensive. E la seconda domanda riguardo il rinnovo, il presidente Carlo che vi ha fatto già il rinnovo. Qual è la tua risposta in questo senso, il rinnovo del contratto? No, quanto riguarda la lista, io penso che non c'entra niente il senso di paura no, preoccupato sempre. Abbiamo visto l'avversario, abbiamo studiato tutti loro, c'è tanto da fare ancora,
Tutti e tre sono forti, molto forti. Ma noi possiamo andare, per esempio, noi abbiamo lì 5 centrali, per dire, no? Ma quello non vuol dire che giocano 5, 2, forse 3. Dopo noi ci crediamo tantissimo, per esempio in Mucci, per dire Mucci, Nedim Bayrami, Seferi, loro possono giocare in diversi ruoli, loro possono fare esterno, centrocampo, esterno di destra, mezzala, quello sì, che secondo me ci può dare tanto. Lacci è un altro, Lacci è un calciatore che ti può fare tanti ruoli. Secondo me quello è anche il sviluppo, il futuro del calcio già da anni, calciatori che dentro del campo ci fa doppio ruolo e noi ci crediamo tantissimo in quello. Secondo me abbiamo 3-4 calciatori che lì possono farlo. Scusami, quanto al rinnovo, ma guarda, anche gli staff, io parlo degli staff e da me certamente, noi siamo già con la testa da tempo nell'europeo, da studiare, ribadisco ragazzi, ripeto, non è mica facile la lista, da studiare, da guardare. Noi, come l'ho detto, proviamo a fare il migliore per questa squadra, per il paese, per noi stessi, ma su tutto, non per il calciatore, per noi, ma per la rosa, per la squadra. Nostra forza, nostra energia è lì, dopo vediamo, non è un problema, importante è l'europeo. Atëherë, sa i përket listës, nuk është se janë bazuar te frika për të bërë këto zgjedhje, për të marrë mbrojtës shumë apo lojtar me karakteristika mbrojtëse, por sigurisht që si çdo trajner jam i shqetësuar, patjetër, por jo frikë. Rivalet që kemi përballë ne i kemi studiuar, i kemi parë me shumë kujdes, sigurisht që janë ekipe shumë të forta të tre, nuk është nevoja thuhet shumë. Por ne kemi marrë 5 lojtarë që janë qendërmbrojtës, por nuk do thotë që të luajnë 5, mund të luajnë 2, mund të luajnë 3 për tyre. Pastaj nëse shikoni listën, ne kemi lojtarë si Muçi, Bajrami, Soferi, janë lojtarë që janë në gjendje të luajnë në pozicione të ndryshme, në role të ndryshme, mund të luajnë krah, mund të luajnë mes fush, mund të luajnë si sulmues të avancuar, pra dhe besoj se këto karakteristika na japin shumë. Kemi dhe Laçin që gjithashtu mund të luajnë në role të ndryshme, dhe nëse e keni vënë re, kjo është pikërisht ardhmja e futbollit, lojtarë që luajnë sa më shumë kesh lojtarë të tjerë që luajnë role të ndryshme, aq më mirë është. Ndërsa i përket rinovimit kontratës, sigurisht unë së bashku me stafin jemi tërësisht të fokusuar tek finalet e Euro 2024 dhe synimi jonë është të bëjmë më të mirën, punë shumë të mirë dhe më të mirën për ekipin, sepse forca jonë është pikërisht aty tek puna që bëjmë dhe tek grupi. Kështu që për momentin jemi vetëm të fokusuar tek Euro 2024. Silvio, sa kohë keni dashur që të përgatisni këtë listë dhe sa herë keni ndruar këtë listë? Sekond. Kjo është pyetje e parë, dhe e dyta është ne jemi mësuar të luajmë me Cikalleshin, Seferin dhe Hasanin, me futjen e personazheve të rinj në kombëtar, a do ndryshoj loja e ekipit kombëtar? Forse cambierà qualcosa nel modo di gioco dell'Albania o giochiamo nello stesso modo? Ma guarda, I like when people call me Silvio. My father just say Silvio. Because you are from Russia now. Yeah, Luzhnya. No, to be honest, I like it, but no worries about Silvino, it's okay. Like it. Ho 3 mesi da lavorare, 3 mesi da lavorare su questa lista, per cortesia Fettion. Facciamo adesso un duetto, vai. Kemi 3 muaj që punojmë me këtë listë. Cambiato tante volte.
Ka ndryshuar shumë herë, patjetër. In questa lista è stato da 3 giorni, l'ultimo 3 giorni. Dhe kjo listë, po themi, kjo listë finale është produkti i 3 ditëve të fundit. Un'altra parte della domanda è: si cambia qualcosa? Certamente. Nëse ndryshon diçka, patjetër që mund ndryshoj. L'ho detto ragazzi, non c'entra niente con la fase di qualificazione. Ripeto, non c'entra niente, è un altro campionato. Se uno dice, ma con Aisa Sfero abbiamo fatto quello, non c'entra niente, è un altro campionato. Nuk ka lidhje fare me fazën kualifikuese, është diçka tjetër, për finalet europianet janë tjetër specifik, nëse dikush më thotë për luajtjet kështu me që të faroa, pa s'ka lidhje asgjë me kualifikuese. Noi dobbiamo migliorare, portare qualcosa in più in un europeo che ha un livello di campionato e di torneo molto alto e noi dobbiamo certamente provare di fare qualcosa in più. È giusta la domanda. Ne sigurisht që duhet provojmë të bëjmë diçka tjetër, duhet të provojmë të bëjmë diçka më shumë në këtë europian. Ju përshëndes. Ju si trajner me Shqipërinë keni bërë shumë mirë në fazën e grupeve, por jeni i ri për finalet e europianit, megjithëse si lojtar keni qenë nivele të larta. Gjithmonë thuhet sa më tepër arrin momenti vendimtar për shumë rritën emocionet. Ju vetë sa i ndjeni këto emocione, sa të vështirë keni që t'jeni i qetë për t'ja transmetuar qetësinë edhe lojtarëve. Faleminderit. Se ho capito bene, per non rispondere a qualcosa che non è la domanda, effetti mi chiarisci un poco, vai. Sentite la pressione, perché per voi è una cosa nuova la finale dell'Europeo. L'altra cosa delle qualificazione, le finali sono un'altra cosa. Quanto alto è pressione? Perfetto. Sì. Quanto riguarda la qualificazione, quello è completamente diverso. Abbiamo fatto bene, certo, ma dopo c'è un torneo lì che è diverso, come si gioca, tutto è diverso, è un livello altissimo. Quanto riguarda il under pressure, noi la pressione non ce l'abbiamo, nel senso noi dobbiamo andare e giocare, migliorare e provare. Chi ce l'ho io nel mondo del calcio è che ogni partita di calcio è un miracolo. Può succedere tutto, tutto. Guardiamo tante gare nel mondo, sappiamo, l'ultimo mondiale Qatar è iniziato una gara, la prima gara forse del mondiale, una partita, una gara può succedere tutto. Noi andiamo a giocare. Riconosciamo la forza del nostro avversario, certamente. Loro giocano non per andare in avanti, loro 3 giocano per vincere l'Europeo, ma noi dobbiamo trasmettere tutta la nostra fiducia, l'anima, il cuore che è questa squadra. Noi, e questo sì, questo rimane. Il cuore, l'anima e lo spirito di squadra è quello che noi dobbiamo portare all'Europeo, togliere tutta la pressione dei nostri calciatori e andare a correre e quello è innegoziabile. Anima e cuore dentro del campo non si negozia, io penso che è quello che dobbiamo esserci noi. Pra sigurisht ne duhet të transmetojmë lojtarëve shpirtin e duhur që ata të hyjnë në fushën e lojës me grintën e duhur. Sigurisht kualifikuesit janë diçka krejt ndryshe, ne kemi bërë mirë patjetër, por tani jemi në një tjetër fazë, një nivel shumë i lartë. Sigurisht presion nuk është se kemi shumë presion, por ne duam të luajmë mirë, të përmirësohemi dhe sigurisht të provojmë sa më shumë në këto finalet europianit. Futbolli në fakt është një mrekulli në vetvete, në ndeshje mund ndodhi gjithçka, mjafton të kujtojmë çfarë ndodhi në Katar, ndeshjen e parë. Pra i referohet Argentinës që humbi me Arabinë Saudite, pastaj shkoi dhe fitoi. Io non ho detto Argentine. Sì, ma ma quella è una roba di loro. Sì.
Pra, po luajmë ndaj tre kundërshtarëve shumë të fortë që nuk janë në këtë kompeticion thjesht për të shkuar sa më larg, por kanë ardhur në këtë kompeticion për të fituar trofeun dhe ne kemi parasysh të gjë, ne duhet të transmetojmë pra stafi teknik duhet të transmetoj lojtarëve karikimin e duhur dhe që ne të hyjmë në fushën e lojës me shpirtin e duhur dhe t'i heqim atyre lojtarëve presionin. Përshëndetje Silvia. Grazie. Po sjell një citim të presidentit Duka që tha sot se shqiptarët duan t'i bëjnë pushimet në Gjermani nga 14 qershori në 14 korrik. Ho sentito Duca, no? Si è riferito a una frase che ha detto il presidente Duca oggi all'Assemblea Generale, dove ha detto guarda io spero che tutti gli albanesi possano andare in vacanza in Germania cominciando dal 14 di giugno fino al 14 di luglio, speriamo che restino lì fino al 14 di luglio. Cosa ne pensi di questa cosa? Penso che è quello è lo spirito che abbiamo noi. Ripeto che calcio è bello, uno può succedere tutto. Mi ricordo solo un passaggio in un europeo 2016. Portogallo ha vinto, il Portogallo è forte, una squadra forte, oggi fortissima, bellissimo, c'è un grandissimo allenatore anche. E per il gironi loro hanno pareggiato 3 volte. Fa un buon un flashback lì. Può succedere tutto, il mondo del calcio è bellissimo, è tutto a 90 minuti può succedere tutto. No, noi ragazzi dobbiamo andare a sfruttare con responsabilità e crescita, come dico a tutti gli staff. È un onore, noi dobbiamo veramente sorridere di andare a un europeo, è una competizione strepitosa, bellissima, onde saranno lì le migliori squadre del mondo, i migliori calciatori praticamente del mondo, d'Europa, per dire vai, non andiamo al mondo, d'Europa. Bellissimo, dobbiamo sfruttare con responsabilità, crescita e andare lì a lottare. Ho dimenticato di dire una frase, a lottare per ogni punto. È quello che noi vogliamo fare con la nostra squadra, con la nostra nazionale. Pra ne duhet të shkojmë në Europian për të luftuar për çdo pikë, këtë duhet të bëjmë, por ky është në fakt duke referuar citimit, ky është shpirti i dur, shpirti që ne kemi, po themi futbolli është i bukur e sigurisht mund ndodhi gjithçka në 90 minuta. Kemi parasysh rastin e Portugalisë në 2016 në Europian, një skuadër shumë e fortë, me trajner shumë të mirë, por mori vetëm 3 barazime në grup dhe pastaj e dim gjithë se si përfundoi, pra që Portugalia fitoi trofeun. Por ne duam që të shkojmë ta shijojmë të eksperiencë me përgjegjësinë e duhur, sepse po luajmë në Europian dhe është diçka fantastike, luajmë dhe lojtarët, ndoshta lojtarët më të mirë në botë apo në Europë, patjetër, ndaj skuadrave më të mirë në botë dhe sigurisht qëllimi ynë është edhe patjetër që të luftojmë për çdo pikë, por edhe të rritemi dhe të përmirësohemi. Okej. E fundit, unë ju falenderoj shumë dhe në ditët vazhdim do ju njohim dhe me programin mediatik të Kombëtares që fillon grumbullimin me datë 29 maj. Do jetë 2-3 ditë në Shqipëri, pastaj do të nisemi për në Austri për pjesën tjetër të fazës përgatitore dhe për miqësoret e qershorit. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë